Këtë javë prezantuam edhe një kompani të re publike, Albanian Digital Solutions. Një kompani të re publike që shënon fazën e re të transformimit digital shtetit shqiptar. Pas ndërtimit platformave dhe pastaj digitalizimit të mbi 1200 shërbimeve publike, të cilat jepen prej disa vitesh tani më drejt për drejt nga celulari apo kompjuteri përmes i Albanias, sot kemi hedhur një tjetër hap për të hyrë në një etapë ku tani më kapacitetet e reja teknologjike do të na japin mundësinë që të transformojmë thellësisht dhe qeverisjen elektronike të vendit, duke krijuar në shërbim të këtij qëllimi një kompani publike që do të jetë një qendër ekselence për talentet shqiptare të teknologjisë dhe që do të mbulojë sferën publike të nevojave dhe të inovacionit në shërbimet publike, të inovacionit në qeverisjen e vendit në të dyja nivelet dhe të inovacionit në shërbim të një transformimi të jashtëzakonshëm. Sot kemi një rritje të ndjeshme të aplikimeve për programet e inovacionit. Mbi 1100 aplikime kanë ardhur vetëm në ciklin e fundit granteve për programin Startup Albania dhe të gjitha këto na tregojnë se kemi fituar gradualisht një terren ku e kemi nisur edhe në këtë pikë nga fundi i fundit. Dhe sot kemi një vend në hartën europiane dhe globale të inovacionit për sa i përket sektorit publik, por kemi nevojë të shkojmë shumë më përpara. Dhe kemi nevojë të shkojmë shumë më përpara në sektorin privat, kemi nevojë të shfrytëzojmë të gjitha kapacitetet e reja të teknologjisë edhe në qeverisje. Gjë që faktikisht e kemi nisur dhe do ta vazhdojmë me intensitet edhe fal kësaj ndarjeje të akshit në dy pjesë. Akshi do të jetë drejtuesi dhe regulatori e monitoruesi i cilësisë, ndërsa Albanian Digital Solution ADS-ja do të jetë praktikisht truri që do të prodhojë në mënyrë të vazhdueshme zgjidhjet e nevojshme dhe nga ana tjetër do të garantojë mirëmbajtjen e sistemeve tona. Në episodin